Nuk ka dyshim që njeriu është krijesa më e përsosur. Dhe pikërisht për këtë Allahu i lartësuar në Kur'an thot: ne e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë, më të përsosur. Dhe kjo do të kishte më mjaftuar. Mirë po Allahu i lartësuar pastaj i përmend detajet e krijimit të njeriu dhe i përmend fazat në të cilat kalon, derisa të kompletohet si njeri me fizikun të cilin e ka njeriu. Allahu i lartësuar e përmend se krijimi i njeriu fillon me një pikë uji. Pastaj kjo pikë uji shndërrohet në gjak të ngjizur, pastaj në copë mishi, pastaj fillon formimi i eshtrave, veshja e eshtrave me mish dhe kështu kompletohet njeriu. Pse Allahu i lartësuar po përmend këto faza? Pikërisht në Kur'an, po dhe i dërguari Allahut në thënjet e tij. Nga se sikur Allahu i lartësuar don t'u tërheq varrëtitjen dhe t'u bëj me dije njerëzve të cilët tregohen arrogant ndaj Allahut, porosive të tij dhe urdhave të tij. Dhe sikur Allahu i lartësuar po thot atyre: o njeri, ti që sillesh me mendimadhësi ndaj meje, ndaj urdhrave të mi, ndaj të dërguarve të mi, dhe je kryeneq, vazhdon të jesh kryeneq, vazhdon të jesh refuzues i tërë udhëzimit tim të cilin e dërgova përmes pejgamberëve. Ti, esenca yte, piknisja yte ishte një pikë uji. Pastaj kaloi në për ato faza. Kush u kujdes për këto faza? Kush i mbikëqyri këto faza? Kush ishte kujdestari që secila fazë të kompletohet si është më së miri, me specifikat që i ka. Dhe krejt në fund, sikur po don me i thonë Allahu i lartësuar njeriu, ti ishe një pikë uji dhe të sillesh me arrogancë dhe me mendjemadhësi ndaj meje, ndaj Allahut, krijuesi i cili të krijoi ty dhe u kujdes për ty. Andaj njeriu nuk i ka hije as pak mendjemadhësia, e sidomos besimtarit, sepse mendjemadhësia është ves djallëzor, është veti e shejtanit, madje është mëkati i parë që është bërë Allahu të lartësuar. Dhe për të mos qenë mendjemadh, për të mos qenë arrogant, ti pranojmë mesazhet e Allahut, porositë e tij, ti jetësojmë ato në jetën tonë, të jetojmë me to dhe të realizojmë në nshtrimin dhe të qenurit të rob ndaj Allahut fuqiplot, i cili është krijues i gjithësisë.